sepse zoti Shkjau në fakt deklaroi që donte të tërhiqej nga votimi. Megjithatë kaq shumë të dojnë, ka që të dojnë mbrapa, dhe pse u tërhoqe? 2 vota i morë dhe një të kobaps tani një tjetër koballë pa vlefshëm si sepse ka shumë astejet kanë kanë, kështu që jasha e mirë të dojnë antarët e Këshillit Marrëdhënës se je shumë i mirë më dasht. Faleminderit për mbështetjen grupe. Komisioni të bajnë proces verbalin e votimit, atëherë me lejen e ju njoftoj që në bazë të rregullores, nenit të 16, përfaqësuesit e Këshillit Bashkiak në Këshillin e Qarkut zgjidhin mes anëtarëve të Këshillit Bashkiak me votim të fshehtë në listën shumëemërore dhe shpallet fitues kandidati ose kandidatet që kanë marrë shumicën e votave të gjithë anëtarëve të Këshillit Bashkiak. Në këtë rrethon, me qenë se zoti Sokoli për një vot nuk mori 26 vota, votimi pra nuk plotëson kushtin për të qenë antar në Këshillin e Qarkut Shkodër. Të antarëve të Këshillit 26. Atëherë ky ishte rezultati i votimit. Ju lutem komisionit proces verbalin me firmat edhe me votat pro, kundër. Jo, nuk votohet, është një herë. Vetëm kur ka raste barazimit. Vetëm kur ka barazim votohet. Atëherë kalojmë tek pika fundit e rendit ditë, diskutime e rendit ditës, nëse ka nga ana e këshilltarëve. Unë nuk gjej. Jo, nuk kam me karton e votimi fsheti për të caktuar. Në çfarë momentit e ka shpreh? Masi ka filluar procesi. Jo, është admin, lutem. Para se me fillu, pa dash me thonë qysh me ndiqos. Qoftë donë dikush tjetër, hajde shifini fletat edhe një herë, sepse këtu janë. Keni diskutime undur, unë jam duke e vazhdu. Është pa mujtën në votimi edhe një herë. Atëherë, mbledhjen e Këshillit Bashkiak e deklaroj të mbyllur. Natën e mirë.